Ka adresa ankesave. Mirëmëngjesit gjithëve dhe faleminderit juve që jeni gjithmonë me qytetarët dhe me ne dhe prej mëngjesit me informacione. Faleminderit, patjetër, faleminderit edhe juve për qasjen. Dua t'ju pyes fillimisht për punët e mira që po zhvillohen në Prizren, pra për projektet e fundit para se të nisim tek ankesat. Cilat janë dhe si po shkojnë punët? Realisht ne po mundohemi jashtëzakonisht shumë me punu, gjithsesi besoj që shumica e qytetarëve të Prizrenit tashmë e kanë dëgjuar në disa intervista kryetarin e komunës, por gjithashtu edhe në disa reagime që kemi pas problematika të shumta me përmbarust dhe me kontratën kolektive, gjë të cilën ministria nuk na ka qëndruar, ministri dhe kryeministri nuk na kanë qëndruar pranë kjo qeverisje që të na ndihmojë jo vetëm neve, po edhe komunave tjera. Kjo ka vështirësuar punën në shumë projekte aktuale të cilat po zhvillohen për arsye të mjeteve të cilat po merren nga subvencionet dhe nga kapitalet, gjë e cila patjetër që po e vështirëson punën në terren, po gjithsesi ne po vazhdojmë me punimet tona në terren. Tashmë kemi filluar një projekt shumë të madh me 43 objekte komunale, shkolla dhe AMF, të cilat do të renovohen totalisht me energji eficiente, duke përfshirë këtu izolimet, lyerjet e jashtme, dyert dritaret dhe po ashtu ndryshimin e valvulave të ngrohjeve. Kjo e gjitha do të vi po ashtu edhe në të mirë të komunës me faturat, pastaj po në të njëjtën kohë do të përmirësoj kushtet për gjithë pacientët në AMF dhe po ashtu edhe për nxënësit të cilët zhvillojnë mësimin në këto shkolla. Po ashtu po vazhdojmë me punimet infrastrukturore në të gjitha kejet në Shadërvan, siç e dini, Shadërvani ka qenë një projekt shumë i madh i cili është në zhvillim e sipër. Tash po vazhdojmë me rrugicat e tjera brenda Shadërvanit dhe po ashtu me 2 kej, të cilat janë në farforme 2 si shishe të vogla afër lumit që janë edhe ikonike në qytetin e Prizrenit, të dyja janë duke u rregulluar. Po ashtu rrethojat rreth lumit në gjithë qendrën historike po rregullohen, punimet nëpër shumë fshatra janë duke u zhvilluar dhe kështu me radhë ne po mundohemi dhe po vazhdojmë punën, shumë aktivitete kulturore. Në fundjavë kishim Hasi Jehan, një festival i më i vjetër në komunën e Prizrenit, i cili u zhvillua me shumë sukses. E kështu po vazhdojmë me shumë dhe po ashtu javën e kaluar lancuam platformën digjitale për digitalizimin e shërbimeve në shkollat publike, kështu të gjithë nxënësit dhe prindrit do të kenë qasje digjitale në notat, në ditar dhe në të gjitha informacionet e tjera. Ne jemi duke punuar vazhdimisht për Prizrenin në punë, për qytetarët tanë, pa marrë parasysh vështirësive, kjo neve nuk na ndal. Ne jemi këtu për qytetarët dhe në vazhdimsi do të ofrojmë shërbime për ta. Po, dhe fatmirësisht që kemi pra edhe gjatë tilla që ndodhin të bukura në qytete të ndryshme. Dua t'ju pyes Jona edhe pak për këtë çështjen për ankesat që kanë ndodhur, pra si qëndrojmë me çështjen e asfaltimit të rrugëve. Pra është një rrugë në Kubaj të Prizrenit, nëse nuk gaboj, pra, dhe është e rregulluar vetëm